Shkrimtari Ag Apolloni në Havard, një takim letrar për romanin Kësulkuqja për radhë për të rritur. Më 23 prill në ditën ndërkombëtare të librit, shkrimtari Ag Apolloni ishte i ftuar në një takim të posaçëm në Universitetin Havard Art Museum. Në Manchell Hall u zhvillua aktiviteti Meet with a Writer, kushtuar romanit të tij Red Riding Hood, A Fairy Tale for Grown-ups, Kësulkuqja një për radhë për të rritur. Takimi mblodhi studiues, profesorë dhe studentë, duke shënuar një moment domethënës për prezantimin letërsisë shqipe në një nga qendrat më prestigjioze akademike në botë. Një moment i veçantë i këtij takimi ishte prania e studiueses së njohur të përrallave, profesoresh Maria Tatare, e cila kishte lexuar romanin dhe ndau vlerësime për të. Interesant është fakti se Apolloni i është referuar studimeve të saj gjatë procesit krijues të veprës, duke bërë këtë takim një përmbushje të një dialogu të nisur më herë në planin intelektual. Vetë romani rikthen dhe interpreton motivin e Kësulkuqjes në një kontekst bashkëkohor dhe kulturor të ri, ngjall interes të veçantë në diskutime. Takimi u hap me prezantim nga profesore Katerina Piroshenko i departamentit të gjermanishtes dhe të letërsisë, e cila foli për autorin dhe 3 romanet e tij të përkthyer në anglisht. Në vijim diskutimi u zhvillua në formë bashkëbisedimi, profesoresha Maria Tatar dhe autori, derisa në fund pranishmit kontribuan me pyetje dhe komente, duke kthyer aktivitetin në një hapësirë të gjallë dialogu letrar. Diaspora shqiptare në Zvicër organizon eventin ADN-ja shqiptare në Uster. Komuniteti shqiptar në Zvicër vazhdon të dëshmojnë përkushtim të madh ndaj ruajtjes së identitetit kombëtar gjuhës së traditave. Në këtë frymë, më 3 maj në qytetin Uster do të organizohet eventi kulturor dhe artistik me titull ADN shqiptare, një aktivitet i veçantë që synon të promovojë rrënjët e vlerat shqiptare në diasporë. Ky organizim është një ftesë e hapur në të gjithë bashkëdhetarët, veçanërisht për të rinj shqiptar që jetojnë në Zvicër, me qëllim që të njihen më afër me historinë, kulturën dhe trashëgiminë tonë kombëtare. Eventi do të jetë të ftuar special gazetarin dhe veprimtarin në çështjes kombëtare Marin Mema, i njohur për kontributin e tij në trajtimin e temave historike dhe kombëtare. Prania e tij pritet të hap këtë organizim në një dimension të veçantë, duke përcjellë mesazhe frymëzuese për ruajtjen e identitetit dhe krenarisë kombëtare.